Banorët të cilët jetojnë tek ish-fermentimi vijojnë për shumë kohësh të vuajnë mungesën e ujit të pijshëm. Megjithëse instalimi i rrjetit ujësiellës është vendosur prej më shumë se 7 vitesh, uji ende nuk më rrin në banesa. E vetmja mënyrë për të siguruar ujin e pijshëm për këto banorë është përmes puseve të hapura nga vetë ata. Ujit e pijshëm e ble në përduqane, se s'përdoret ky ujë këtu se. Zona e fermentimit kuptohet se është zonë acidesh e gjanash, e ke parasysh edhe nuk detyrohem me ble. I kanë shtruar tubat tash 5-6 vjet, i kanë shtënë me fjalë tubat, se bojnë lidhjen me ujë të pijshëm, të rrjodhët e aku marrën këta me fjalë. Jem pa ujë. Se ne kem hap dhe pusa vetë, edhe furnizojmë me pusa tonë se nuk ka ujë prej ujësillës. Po është ujë me acide, ujë me ashtu, e hipim botë sipër për me kryer nevojat tona. Ndonse uji nuk më rrin, sërish banorët përballen me faturat e një shërbimi të munguar. Po si paguajmë faturat e ujit. Gjitha detyrimet në bashki i paguajmë, edhe pastaj në qytetit e kem paguar. E kem me fatura se s'të lëshon bashkia, po e paguaj to. Unë nuk paguaj gjë, se u furnizojmë prej pusit tem. E ujësillës nuk vjen te unë nuk paguaj gjë. Ne kënej shumë rrallë, dikush e paguaj, dikush e paguaj, se s'vjen, ai vjen me oral, vjen 2-3 orë në ditë. Që nga vitet 90 ende sot, pavarësisht shumë premtimeve, për rreth 500 banorë të kësaj zone uji i pijshëm mbetet sfidë e përditshme, pavarësisht se kanë kërkuar disa herë që kjo situatë të zgjidhet sa më parë.